100 apo 1 miliard euro. 50 milion, 100 milion apo 1 miliard euro, si Belina Balluku. Në këtë aspekt them që dorëzimi i tesërave të Partisë Socialiste nuk lidhet thjesht me reformën administrative, sepse Edi Rama ka bërë gjithmonë reformat si ka dashur shefi, dhe të gjithë i ka patur në rresht, askush nuk e ka kundërshtuar, madje i kanë thënë bëj çfarë të duash, sepse vetëm ti na rrosh në krye të partisë, në krye të qeverisë, por kësaj radhe është ndryshe. Socialistët po e tradhtojnë. Ai po bën thirrje për unitet. A do ta garantojë dhe sigurojë të unitet? Nuk besoj. Nuk besoj sepse Sorosi ka vendosur ta praktikë. Ta praktikë është në anijen që po mbytet. Askush nuk dëshiron të jetë dhe në momentin e fundit në një anije që ajo mbytet. Kështu edhe Sorosi. Sorosi ka projekte të reja. Rama nuk ka më projekte. Projektin për shkatrimin e Shqipërisë po e përfundon, po e realizon aq sa mund. Duhet largohet. Dhe do të largohet patjetër. Çështja është që çfarë do të vinë mbrapa? Do të vinë parti të krijuara sërish nga Sorosi, apo do të vinë parti të krijuara nga shqiptarët? Nuk ka rëndësi të majta apo të djathta, të qendrës apo çfarë do lloj partish. Rëndësi ka se kush i krijon, kush i financon, kush i mban. Gjithmonë elitat politike largohen kur krijohen oligarki siç është krijuar në Shqipëri. Gjithmonë këto largohen nëpërmjet organizimit të protestës të një klase ose të një shtrese të mesme, siç quhet. Dhe kjo po ndodh në Shqipëri. Por shtresat e mesme në përgjithësi nuk kanë fuqinë të largojnë nga pushteti oligarkitë siç është oligarkia në Shqipëri. Për këtë arsye duhet patjetër edhe ndihma ndërkombëtare. Duhet patjetër që edhe pesha e pushtetit ta rëndojë shumë oligarkinë që është në pushtet. Këto të trija po ndodhen në këtë. Nga një anë shtresat e mesme janë ngritur dhe protestojnë dhe kërkojnë largimin e oligarkisë së Edi Ramës. Nga ana tjetër, ndërkombëtarët me porosi të veçantë izoluan Ramën në Ankara dhe nuk e lejuan të bëjë asnjë fotografi me ndonjë nga udhëheqësit politik evropian apo amerikan. Dhe nga ana tjetër, vetë Rama duket se peshon 1000 tonelata kur në ato që ai deklaron. Domethënë, pesha e ka mbytur. Aq sa duket se është, kemi në krye të qeverisë, jo një 62 vjeçar, po një 92 vjeçar. Është pikërisht pesha e makutërisë, pesha e babëzisë, pesha e korrupsionit, pesha e bashkëpunimit me krimin e organizuar dhe me kartelet e drogës, ajo që e ka rrit në pesh Edi Ramën dhe po e fundos gjithnjë më shumë me gjithë anijen e tij. Pra jo vetëm një nxehtë, po dhe një shtator i nxehtë, jo vetëm shesh, po dhe nga socialistët, brenda familjes. Nga të gjitha anët, është pesha që ka krijuar ai, ajo që i bën socialistët të ikin prej tij. Se kjo pesh po e çon anijen në fund detit. Kush është ai që pranon të shkojë në fund detit bashkë me anijen? As ekipi, as besnikët e kapitenit, ata më të afërmit, nuk pranojnë të mbytën bashkë me anijen. Do të gjenë një barë shpëtimi. Dhe socialistët po gjenë një barë shpëtimi. Nga kush?
nga anija e Edi Ramës që ka mbytur. Pikërisht këtë peshë të madhe Rama po e përjeton këto ditë. Profesor, të lutem, nuk mund ta mbyllim bisedën pa folur për zemrën tonë, për Kosovën, çfarë po ndodh atje? Abdi Xhiku fitoi, u konfirmua, po me një diferencë, domethënë që besoj që do ketë probleme në vazhdim. E vetmja gjë që më ka ngushëlluar në këtë kuvend të Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë fakti që nuk pati përplasje të mëdha. Pati një parashtrim të ideve dhe të pozicioneve të kundërta midis dy grupeve të ndryshme, pati një votim të sinqert dhe fair dhe pati një rezultat i cili i dha sërish të drejtën Lumir Abdi Xhikut të drejtojë Lidhjen Demokratike të Kosovës. A është lajm i mirë? Momentalisht e konsideroj si një lajm të mirë, sepse Abdi Xhiku, Lutfi Aziri dhe disa tjerë përfaqësojnë linjën e bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje dhe kjo ka shumë e rëndësishme për të krijuar institucionet e Kosovës. Por jam i bindur që disa deputet që janë kundër Kurtit, si Abdullah Hoti e të tjerë, mund të mos e përkrajnë këtë qëndrim të partisë. Edhe mund të përkrajnë sepse vendimi i shumicës shpeshherë konsiderohet si vendim i cili duhet të zbatohet. Por kjo pakicë në LDK e paknaqshme, nëse përkrah qoftë edhe me abstenim, pra me qëndrim në parlament, vendimin e shumicës do të thotë që institucionet, përkatësisht institucioni i presidentit, do të krijohet, do të plotësohet, do të vendoset dhe përpasoj nuk do të ketë më krizë as qeveritare, as institucione. Kjo është me rëndësi jetike për Kosovë. Kam përshtypjen se bisedat midis Abdi Xhikut dhe Kurtit kanë shkuar jo keq. Sigurisht Kurtit i është dashur dhe i duhet të bëjë lëshime përtej perceptimit që ai mendon se duhet të lëshuar, sepse edhe kërkesat janë të tilla. Por përballë një krize të re institucionale apo krijimit të tyre, lëshimet janë të domosdoshme. Në fund të fundit, demokracia kjo është. Bashkëpunim edhe me ish kundërshtar. Përpasoj mendoj që kuvendi i djeshëm i Lidhjes Demokratike ka arritur një lloj suksesi. Ka shanse dhe ka mundësi që edhe partia e Zotit Haradinaj të bashkohet spaku qëndrimit në sallë në momentin e raundit të tretë të zgjedhjes së presidentit. Ata janë shprehur të gatshëm të kontribojnë për formimin e institucioneve, me 2-3 kushte të cilat nuk janë kushte për bashkëqeverisje, janë kushte jashtë kuptimit të pjesëmarrjes në qeverisje, dhe si pasojë mendoj që do të gjendet një mundësi, një rrugë të krijojë institucion. Kjo është e rëndësishme. Në datën 6 është konstituimi i parlamentit, atë ditë do të zgjidhet kryesia e parlamentit, varet se si do të përcaktohet procedura për zgjedhjen e presidentit fillimisht apo për zgjedhjen e qeverisë fillimisht, cila do që procedurë që zbatohet, zgjedhja e qeverisë është shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë, sepse vetëvendosja i ka numrat bashkë me pakicat e serbët për ta formuar qeverinë, por gjithashtu jam i sigurt që edhe shumica e deputetëve të Lidhjes Demokratike do të votojnë sepse do jenë pjesë e qeverisë me sa gjykoj dhe me sa shikoj. Sepse është e pamundur të bësh një marrëveshje me një parti për zgjedhjen e presidentit dhe të mos përfaqësohet ajo parti edhe në qeverisjen e vendit. Pra, koalicioni duhet të jetë i gjithanshëm me të gjitha institucionet. Një president pa pjesëmarrjen në qeveri të partisë përkatëse është gjithmonë ka rrezik gjithmonë të shndrohet në një
katalizator bllokues të vendimeve, të ligjeve dhe të vendimmarrjes në përgjithësi. Prandaj është i domosdoshëm e koalicioni midis partisë që propozon presidentin dhe partisë që pranon koalicion. Mendoj që po shkohet në rrugë të ndarë. Shpresoj që sa më shpejt edhe mundur të krijohen institucione. Në momentin që krijohen institucionet, Kosova fillon dhe lëviz shumë shpejt drejt integrimeve euroatlantike dhe drejt një zhvillimi të qëndrueshëm. Profesor, faleminderit shumë për bisedën, faleminderit për mendimet dhe opinionet e çmuara që ju ndatë me publikun tonë dhe në emër të tyre unë të falenderoj shumë dhe të jam mirënjohës. Faleminderit juve. Kalofshi mirë dhe një ditë të mbarë. Faleminderit dhe ju, profesor, ju uroj gjithë mirat.